të cilit të regjistrohet. Okej? Mirë, jemi gati. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridebate në këtë edicion të 9 kampionatit kombëtar debatit. Një kampionat dhe një projekt që zbatohet nga organizata Liburnetik, tashmë prej 9 vitesh, me mbështetjen e atyre që bëjnë të mundur, sikurse është Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe AMSHC. Ndaj gjej rastin t'i falenderoj. Dhe nga ana tjetër, falenderoj edhe stafin e organizatës që qëndron gjithmonë prapa dhe bën të mundur gjithë këtë kampionat i cili shtrihet, duhet të thënë, në nivel kombëtar, sepse ne jemi pjesë tashmë e të gjitha shkollave dhe të gjitha shkollat e kanë informacionin se çfarë është kampionati. Dhe jo më kot shumë prej tyre çdo vit kur i afrohemi shtatorit na kërkojnë që të bëhem pjesë. Kjo sigurisht varet nga mundësitë që kam organizata në këtë rast përmes mbështetësve, por edhe nga vullneti i mirë që ka çdo shkollë që do të jetë pjesë e Ridebate. Në këtë takim të pestë, që do të përmbylli edhe fazën rajonale të Tiranës, do të kemi 2 shkolla. Nga Bulqiza, na bashkohet shkolla Arbëria, një duar tërkitje. Sepse ka ardhur nga larg dhe nuk e di është era parë që jeni pjesë e Ridebate? Okej. Nuk keni qenë ndonjëherë tjetër. Më duket se ka qenë para 2 vitesh. Para 2 vitesh, mirë. Po, sepse para 2 vitesh ne kemi pasur një shtirje maksimale me 100 shkolla, kështu që nuk do ishte e pamundur që nuk do të ishit dhe ju, sepse janë shkollat e të gjithë Shqipërisë, sikurse e tham pak më parë. Mirë. Nga ana tjetër kemi qemat stafën, dua një dorë tërkitje për 2 shkollat. Ky debat do të vlerësohet nga një juri, sikurse ju i njihni disa prej tyre. Këtë vit kemi edhe Aldin, i cili na është bashkuar. Jurist në profesion, por edhe një ish debatues i kampionatit kombëtar debatit. Qamile Caca, e cila vjen nga Fakulteti i Shkencave Sociale, po kështu edhe Glingjet Madhin nga Këshilli i Bashkiak, që unë harroj gjithmonë nga Bashkia e Tiranës. Po sepse është më shumë mik se sa pjesë e një organizmi të tillë. Mirë, pa humbur kohë do të fillojmë me ndarjen e qëndrimit që do të mbajnë 2 skuadrat, kështu që do të ftoj shkollën Arbëria të zgjedhë te globi i vogël qëndrimin. Kundër do të jetë qëndrimi që do të mbajë shkolla Arbëria, pro do të jetë qëndrimi që do të mbajë shkolla Qemal Stafa. Përsa i takon temës, zgjedhja të emigrosh apo të qëndrosh. Okej. Është e qartë tema? Pra proja të mbrojë emigrimin. Yes, po. E kemi të qartë temën? Okej. Nga ky moment, po keni 7 minuta kohë për gatitore.
debatin e parë, debatin e skuadrave. Të 8 anëtarët kanë të drejtë fjale, maksimalisht 1 minutë për secilin nga ju. Do të filloj skuadra që mbajnë qëndrimin pro, që mbajnë stafa në rastin e këtij debati, e do të pasohet pastaj nga skuadra e shkollës Arbëria. Përsa i takon temës, zgjedhja, të emigrosh apo të qëndrosh. Suksese, mund të filloni. E keni mikrofonin? Mikrofoni pa, ku është ja? Mos i fikni, lërini të ndezur. Përshëndetje të nderuar gjyqtar, kundërshtar dhe të pranishëm. Sot kam nderin që t'jem hapësja e këtij debatit në pozicionin pro, me temën të emigrosh apo të qëndrosh. Një ndër faktorët kryesor të emigrimit është mungesa e stabilitetit demokratik, e cila sjell pasiguri për të ardhmen profesionale dhe personale. Krizat e vazhdueshme qeveritare, problemet politike të paqëndrueshme e bëjnë një vend të paqëndrueshëm. Këtë studim e tregoi dhe Journal of Study and Economic Development në vitin 2024, i cili tregoi se emigrimi siguron qëndresën politike. Në këtë studim tregohet se të larguarit janë kryesisht qytetarë, të rinj dhe profesionistët. Pra në këtë studim tregohet që migrimi bëhet një faktor kryesor në lidhje me qëndresën politike. Gjithashtu, pikërisht në këtë studim tregohet edhe për pjesën e faktit të krizave ekonomike, pra që emigrimi bëhet një faktor kryesor se si të vendosë qëndresa politike. Pra me mbyllet argumentin tim, dua që të lë hapësirë pozicionit tjetër. Faleminderit. Atëherë, në ditët e sotme ne kemi vënë re se emigracioni është bërë një duguri tepër masive, por duhet lind pyetja se pse ka ndodhur kjo gjë. Dhe kjo gjë ka ndodhur për faktin se vetë shqiptarët projektojnë domethënë atë ëndrrën e tyre në shtetet e huaja. Ne jemi bazuar edhe në disa studime, duke nisur që nga viti 1990, ku 1.68 milion shqiptar janë larguar nga Shqipëria. 37% e popullsisë në Greqi, pjesë 58% në Itali, ndërkohë që 8% në shtetet e tjera si SBA, kemi në Angli, por edhe në Francë. Ndonë se emigrimi ka qenë masiv, duhet të dimë edhe pasojat negative që ka pas emigrimi, duke nisur që me psikologjinë, ku normalisht e dimë se përshtatja në një vend të huaj është tepër e vështirë. Pastaj kemi edhe uljen e shtimit natyror të popullsisë, duke ndikuar edhe në ndryshimin e strukturave të popullsisë, për shembull tek struktura gjinore, ku shohim një rritje të elementit femër si pasojë e emigracionit të elementit mashkull. Ndërkohë edhe për strukturat moshore shohim se kemi një rritje të moshave të mëdha. Dhe fund për ta mbyllur thjesht një pyetje, ku ka më mirë se kontributin tënd ta investosh në vendin tënd? Përshëndetje të gjithëve, ndonë se e respektoj qëndrimin e kundërshtarit tim, do doja ta kundërshtoja me një pyetje të thjeshtë. Si e projektojnë këtë ëndër që se realizojnë dot kjo pjesë e popullsisë që po largohet tashmë? E para. Së dyti do doja të trajtoja çështjen ekonomike pse ne jemi pro emigrimit. Dhe kryesorja është remitancat. Një studim i bërë nga Banka e Shqipërisë tregon se në 2024 13% e të ardhurave të Shqipërisë vjen nga remitancat. Nga ana tjetër, një studim i bërë nga Organizata Ndërkombëtare e Bujqësisë po në 2024 tregon se remitancat, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet larg kësaj, po ulin varfërinë, po rrisin mirëqenien e njerëzve në vendin e origjinës, po rrisin investimet, po ashtu po rrisin edhe cilësinë e jetesës. Një studim tjetër po ashtu nga World Bank në 2025 tregon se në një pjesë të mirë të rasteve, investimet që vijnë nga burimet financiare ose nga remitancat, po te kalojnë ato investime që vijnë nga PBB-ja vjetore e brendshme. Pra, arsyeja pse ne jemi pro emigrimit është për arsyeën ekonomike shumë të thjeshtë, që është zhvillimi që po sillen remitancat. Faleminderit. Atëherë ne jemi kundër emigrimit, sepse fillimisht kemi humbje të identitetit kombëtar. Çfarë kuptojmë me humbje të identitetit kombëtar? Pika kyçe është të trashëgojmë brez pas brezi kulturën tonë, pasi është themeli, është simboli kryesor i vendit tonë dhe për kulturën ne jemi dalluar ndër vite, ndër shekuj. Normalisht do të lihen pas çdo traditë, çdo kulturë dhe çdo zakon nëse ne largohemi nga vendi ynë. Vendi ynë shuhet për tradita dhe kultura të bukura. Dhe nëse ne largohemi, emigrohem, do të kemi humbje të trashëgimisë. Humbje të traditave dhe kulturat nuk do të trashëgohen më brez pas brezi si më parë.
Si fillim falenderoj parafolsen për mendimin e saj. Ajo theksoi rëndësinë e qëndrimit në vend, megjithatë kjo qasje shpesh e paraqet emigrimin si një formë largimi apo braktisje, dhe në fakt do doja që argumentet e parafolses të ishin të mbështetura në fakte dhe detaje për t'i bërë ato më të qëndrueshme, dhe jo të flasim thjesht në teori se fundi janë debat, jemi për të folur me argumente. Unë do të paraqes përpara josh një qasje tjetër, do të ndalem tek media, dhe kjo qasje e paraqet emigrimin si një anë më pozitive. Në realitetin e sotëm global, mundësit nuk kufizon më brenda kufive territorial. Media moderne ka krijuar një mundësi ku talenti nuk kufizohet më në mënyrë gjeografike. Kemi për shembull platforma si LinkedIn apo portalet ndërkombëtare të punës dhe rrjetet sociale që krijojnë njohjen me tregun e punës jashtë vendit dhe i ndihmon të rinj të fitojnë një eksperiencë tjetër, një eksperiencë shumë të vlefshme në mënyrë që të kontribuojnë më pas në vendin e tyre dhe jo vetëm. Sipas një raporti të LinkedIn të vitit 2023, mbi 70% e punëdhënësve ndërkombëtar përdorin rrjetet sociale për rekrutimin aktiv. Pra media nuk është thjesht burim informacione. Faleminderit. Po, atëherë doja të falenderoj së fillim shumë për gjithë argumentet që keni dhënë deri tani. Për të vijuar pak më shumë edhe mbi disa argumenta kundër, do doja që të jepja një përgjigje edhe pyetjes që u bë nga vajza parafolse. Ajo thoshte që kishte të bënte shumë edhe pjesa e ekonomisë që vinte nga remitancat që, domethënë sipas një studimi të bankës së Shqipërisë, vijnë kryesisht edhe nga njerëzit që emigrojnë jashtë vendit. Por dua që të them që në Shqipëri, sipas një studimi të bërë nga Banka Kombëtare e vitit 2020, ka pasur një ulje të fuqisë punëtore dhe kjo gjë normalisht ka sjellë vetëm probleme ekonomike. Mund të themi që rreth 35% e profesionistëve, kryesisht në degën e mjekësisë, duke përfshirë këtu mjekët, por gjithashtu edhe infermierët, janë larguar jashtë vendit dhe kryesisht janë vendosur në vende të tilla më të zhvilluara, si Gjermania për shembull, duke lënë kështu edhe shtetin shqiptar pa fuqinë e nevojshme punëtore, dhe kjo gjë ka sjellë pastaj edhe probleme të shumta ekonomike që neve mund t'i hasim që tani. Dhe sipas një studimi të bërë në vitet e fundit, më saktë në vitin 2023 edhe nga Instat, kemi shumë probleme që hasen edhe në ekonomi. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit parafolsin për argumentin që shtrojnë, ndonë se nuk jam plotësisht dakord. Parafolja më përpara tha se emigrimi mundet që të rrezikojë humbjen e identitetit kombëtar, por kjo nuk është rasti për çdo gjë. Ne kemi një shembull konkret për ruajtjen e identitetit kombëtar, i cili janë pikërisht arbëreshët në shekullin e 15 dhe të 16 në kohën e Skënderbeut, ku ato u larguan nga shteti, më pra koma vendosin që të mbanin identitetin e tyre kombëtar me ruajtjen e gjuhës, traditave dhe zakoneve. Pra, kjo do të thotë që humbja e identitetit kombëtar nuk ndodh nga emigrimi, por ndodh nga neglizhenca personale dhe uniteti moral. Gjithashtu, një pyetje për parafolsin ishte se pse mendoni ju që ikin këto student, këto mjek dhe infermiera. Gjithashtu, njerëzit kur emigrojnë ato ekspozohen ndaj traditave, kulturave dhe mënyrave të reja të jetesës, duke bërë të mundur zhvillimin e mendimit të tyre kritik, tolerancës dhe barazisë. Këto pasojë pozitive ato mundet që t'i sjellin në vendin e tyre të origjinës, duke bërë të mundur një modernizim dhe një përmirësim për sa i përket aspektet social. Nature Communications është një studim i vitit 2021 i cili e ka vërtetuar këtë fakt, duke treguar rëndësinë e integritetit social dhe pjesëmarrjes aktive, ku vërtetojnë se emigrantët sjellin pasoja pozitive për sa i përket aspektit social në shtetin e tyre të origjinës dhe jo vetëm. Faleminderit. Të falenderoj për atë që sapo the. Atëherë për sa i përket statistikave, përveç këtyre statistikave që janë të shumta dhe u përmendën gjithashtu edhe nga parafolset, mund të përmendim edhe shumë raste konkrete, pra kryesisht duke u ndalur tek aktualiteti dhe ajo që çfarë ne shohim dhe dëgjojmë. Mund të njohim shumë persona ose kemi takuar të paktën një person në jetën tonë i cili ka emigruar, është larguar nga vendi i tij, dhe ajo që dëgjojmë shumë shpesh nga goja e tyre është nuk ka në vendin tënd. Kjo tregon realitetin e vendeve ku shumë shqiptar kanë emigruar, ku janë larguar pra nga Shqipëria dhe për shkuar supozohet për një jetë më të mirë, por në fakt ajo se çfarë ju është kthyer është e kundërta, duke qenë se ata e kanë mësuar realitetin, duke kuptuar se në fakt nuk është ajo që është përfolur dhe është përhapur në mendimin dhe në mentalitetin e gjithë shqiptarëve. Në këtë mënyrë, kështu theksojmë se shfrytëzimi i potencialeve, por gjithashtu edhe amësia jon shumë e mirë, është shumë e madhe për ta shpalosur kryesisht në vendin tonë. Përshëndetje të gjithëve, falenderoj parafolsin për argumentin e dhënë, por do doja të shtoja një pikpamje tjetër. Fillimisht do doja të theksoja edhe një herë që në një debat do të flasim me fakte dhe jo me eksperienca. Atëherë të fillojmë. Emigrimi përmirëson sistemin arsimor, pasi studentët arrin të kryejnë studime më cilësore, specializime të cilat nuk ofrohen në vendin e tyre të origjinës. Emigrantët studiojnë në universitete me standarde më të larta, programe bashkëkohore dhe gjithashtu qasje të reja të metodave shkencore. Kjo do t'u japë atyre aftësi më të mira akademike dhe profesionale, duke i përgatitur ata dhe për tregun konkurrent të punës.
Sipas studimeve të kryer nga UNESCO në vitin 2022, ata që cilët ishin emigrant kanë pasur aftësi më të zhvilluara akademike dhe profesionale dhe gjuhësore. Kjo tregon që emigrantët i kanë më të zhvilluara këtë aftësi. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, duke dashur patjetër të respektoj edhe argumentet që u dhanë më përpara. U theksua shpesh që emigrantët kanë pasur, sapo e thatë, që emigrantët kanë pasur aftësi më të mëdha pasi janë larguar. Por nëse këto aftësi emigrantët i kanë patur, pse nuk është më mirë të shfrytëzojnë në vendin e tyre? Pra pse është e nevojshme që këto aftësi të shpalosin në vende të tjera, në vend që të përpiqen dhe të përparojnë Shqipërinë. Atëherë dim që Shqipëria në fakt, nëse marrim rastin e Shqipërisë, ndoshta nuk është vendi më i mirë për të zhvilluar këtë, e dim, ka patjetër probleme të shumta, mund të ketë probleme ekonomike, probleme të shumta që i përkasin pjesës së politikës, por vlen për t'u theksuar që emigrimi dhe neglizhimi pikërisht të këtyre problemeve në Shqipëri nuk është zgjidhje. Dua të falenderoj parafolsin për mendimin e saj. Dua të flas për aspektin ekonomik të emigrimit. Emigrimi duke lehtësuar transmetimin e njohurive teknologjike kontribuon pozitivisht në ekonominë e vendit. Emigrantët e ekspozuar ndaj këtyre ideve inovative, teknologjisë avancuar apo dhe praktikave moderne të punës, ofrojnë një pikpamje të re dhe një këndvështrim ose mundësi për zhvillim në vendin e tyre. Sigurisht këtë e bëjnë nëpërmjet kthimit, nëpërmjet investimeve ose nëpërmjet bashkëpunimeve online, si dhe startupeve. Rrjedhimisht ata rrisin produktivitetin, përmirësojnë kapitalin njerëzor dhe ndihmojnë në modernizimin e ekonomisë. Në këtë mënyrë, emigrimi nuk është vetëm largimi i trurit, por dhe qarkullimi i trurit, duke lidhur ekonominë vendase me rritjet globale të teknologjisë dhe inovacionit. Për të bazuar këtë që sapo thash, dua të përmend Ariela Pacën, që është një inxhiniere dhe sipërmarrëse nga Bulqiza, e cila emigroi në Turqi në moshë të vogël. Duke punuar atje, ajo fitoi eksperiencë teknike dhe profesionale të avancuar dhe me kthimin e saj në Shqipëri në 2016 themeloi Timak, që është një kompani prodhimi i automobileve specifike si ambulancat ose zjarr fikset, të cilat kanë sjellë teknologji prodhimi dhe dizajn industrial në vendin tonë. Faleminderit. E respektoj shumë argumentin tuaj, unë dua të bashkangjis disa argumentet e tjera kundër. Të qëndrosh në vendin tënd është një hap shumë i madh, pasi mund të krijojë mundësi të reja qoftë për punësimin apo dhe për shkollimin në vend. Dhe pse mos jemi ne ata që të jemi shembull për të rinjtë e sotëm që të ndjekin ëndrat në vendin e tyre dhe të krijojnë një klimë të tillë që të mos largohen për të ndjen krenar për vendin e tyre dhe të mos ndikohen as pak qoftë nga politika por edhe nga faktorë të tjerë. Pse mos marrim shembull ne nga shtetet e tjera dhe të bëhemi aq të zhvilluar sa që janë ato. Përshëndetje të gjithëve, dua ta nis me faktin që cili shtet duhet marrë shembull e parë punës dhe e dyta nuk po flasim me ëndra, por duhet të flasim me realitet. Fillimisht dua të përmend impaktet që kemi përmendur në arsim politik dhe remitancat dhe dua ta marr në një aspekt dhe personal. Për shembull, nëse ne punojmë në një vend, ne duam të investojmë aty ku punojmë. Dhe duhet të marrim shembull sigurimet. Në vendet europiane, sigurimet janë më të qëndrueshme për shkak të qëndrueshmërisë institucionale. Kështu që është më mirë të paguash sigurime shoqërore aty sepse ke pensione, asistenca, shërbime publike, shëndetësore, arsimore dhe juridike më të qëndrueshme se sa në Shqipëri ku institucionet janë në tranzicion. Ju përmendet dhe mjekët të cilët largohen. Mund të marrim dhe ku mjekët pyeten se pse ata largohen, mjekët largohen nga mungesa e kushteve të punës, mungesa e meritokracisë në punë dhe më pas vjen paga. Pra që do të thotë ka një mungesë të funksionimit institucional këtu në Shqipëri dhe që njerëzit zgjedhin më pas të largohen për shkak të mos funksionimit të shtetit, të cilin ju nuk keni përmendur se si shteti duhet që t'i mbajë këta të rinë në mënyrë që ata mos të largohen. Faleminderit. Po atëherë shumë faleminderit për argumentet që dhat. Unë fakt në bazuar në diçka që juve thatë vetë, do të kisha një pyetje, mund ta them që është pak si ndoshta shumë e thjeshtë për t'ju përgjigjur në gjenes, por a do të mundeni domethënë ta kapni atë thelbin. E para një juve thatë që emigrantët mund të bëjnë investime të shumta dhe mund të përmirësojnë pjesën e ekonomisë në Shqipëri sepse truri nuk ikën, por truri qarkullon. Dhe në momentin e parë kur thoni kështu, atëherë juve përmendet edhe faktin që ata duhet të kthehen dhe të bëjnë investime brenda në Shqipëri. Por nëse kthehen në Shqipëri për të bërë investime dhe për të zhvilluar pastaj dhe karrierën e tyre, do thotë kjo që ata quhen pastaj përsëri emigrant? Apo janë thjesht të rikthyer në vendin e tyre, janë shtetas shqiptar që kanë jetuar një kohë jashtë vendit dhe tani kthehen edhe një herë në vendin e tyre. Unë nuk mendoj se do të quhen më emigrant, nëse ata zgjedhin që ato që kanë mësuar jashtë vendit të vinë dhe ta zhvillojnë si karrierë, profesion dhe mënyrë jetese këtu në Shqipëri. Shumë faleminderit.
Si fillim dua të falenderoj të gjithë panelin kundërshtar, por do doja të përmendja disa pika që në fakt më bën shumë përshtypje teksa i vijare për panelin kundërshtar. E para, pa shumë informacione, shumica e tyre ishin të pabazuara mbi fakte, mbi vite dhe mbi studime. Dhe pikërisht pa aftësia për të strukturuar ato krijonte një konfuzion dhe paqartësi të theksuar në atë çfarë donit ju të përçonit në të gjitha argumentat që ju thatë. E dyta, pas shumë lexim dhe ajo që më vra më shumë syrin ishte që njëta folë se foli 2 herë. Megjithatë, duke vazhduar me qëndrimin tim, është momenti që ne të ritheksojmë edhe një herë qëndrimin e grupit tonë, ku ne mbështesim fort idenë se zgjedhja më e mirë që një emigrant që një i ri shqiptar mund të marrë është ai të zgjedhë të emigrojë jashtë, duke u bërë kështu jo vetëm një vlerë dhe një aset shtesë për shtetin e huaj, por edhe për shtetin shqiptar. Sepse ky i ri në këtë mënyrë nuk arrin vetëm të fitojë një përvojë akademike dhe profesionale, por gjithashtu bëhet një njohës i shkëlqyer i sistemit të huaj politik, ekonomik dhe social. Dhe të gjitha këto vlera dhe të mira që ky shtet i huaj po i ofron këtij të riu shqiptar, ai do të jetë i aftë sjellin në Shqipëri, duke bërë Shqipërinë kështu një vend që të ecë jo më me një hap, por me shumë hapa të tjerë drejt një bote më të përparuar në fushën dhe drejt një të ardhmeje më të mirë, më të sigurt dhe më të qëndrueshme. Flas thjesht në 2 pika desha të bazohesha që për studimet e para nuk është e vërtetë se jo doja të nisë ke studime që nuk është e vërtetë sepse që kur nisa fjalimin e nisa duke bazuar në studime. E dyta, përse përket që një person foli 2 herë, mund të jetë një mendim i momentit, nuk kemi këtu se kush flet më shumë ose a flasin gjithë thjesht, kush flet ashtu, domethënë në mënyrë cilësore. Dhe fakt doja të bëja një pyetje për largimin e mjekëve. Mendoni ju se mjekët trajtohen ashtu siç duhen në ato vende që largohen? Sepse sado që flasin për pagën, për kushtet, mos harrojmë mënyrën se si trajtohen. Thjesht për ta qartësuar, momentin që kemi antarë të skuadrës që zgjedhin flasin 2 herë, kjo penalizohet nëse duam të respektojmë formatin. Kaq. Pastaj kjo ndikon në vlerësim që do përcillet më pas edhe nga juria. Këtu jemi për të respektuar një format të cilin ju e keni marrë edhe përgjatë trajnimit. Unë e thash dhe në fillim fare para se të nisë debati që çdo antar duhet të flasë, pra duhet ka të drejtën e fjalës. Është kusht, nuk është se duam e zgjedhim apo nuk e zgjedhim. Mirë. Do vazhdojmë me debatin e dytë, debatin e liderit. Në këtë debat do të kemi një përballje midis Deas dhe Gazmirit, përsa i takon njërës prej temave spontane, të cilën do e zgjedhë Mili. Atëherë, ndjekja e klasave artistiko-kulturore sportive në shkollat e mesme duhet të nxiten si një mundësi për zhvillimin psikosocial dhe të talenteve. Ta lexojmë edhe një herë se shumë Ndjekja e klasave artistiko-kulturore sportive në shkollat e mesme duhet të nxiten si një mundësi për zhvillimin psikosocial dhe të talenteve. Edhe njërë. Mënyrë që ta shkruani, ndjekja e klasave artistiko-kulturore sportive në shkollat e mesme duhet të nxiten si një mundësi për zhvillim psikosocial dhe të talenteve. Është qartë? Okej. Dajmë qëndrimin tani, pro ose kundër. Dea po. Kundër do të jetë Dea, pro do të jetë Gazmiri. Keni 7 minuta kohë përgatitore.
Jemi gati? Po. Okej. Qetësi, vëmendje, ndim në terma të pranueshëm, pa krijuar bezdisje edhe për ata që janë duke folur, në mënyrë sa më të qetë, e ndihmojmë padyshim liderin e skuadrës përmes atyre letrave që ne ju kemi vënë dispozicion. Po pa i tërhequr vëmendja. Kjo është ideja, që dëgjojmë një debat bukur midis dy liderave përsa i takon temës ndjekja e klasave artistiko-kulturore sportive. Në shkollat e mesme duhet të nxiten si një mundësi për zhvillimin psikosocial dhe të talenteve. Do të filloj Gazmiri që mban qëndrimin pro dhe do të pasohet nga Dea që mban qëndrimin kundër. Sukses. Atëre, zhvillimi artistiko-kulturor në shkollat e mesme shihet si një hap i mjaftueshëm zhvillues dhe tepër i zgjuar për gjithë nxënësit. Kjo do të jepte atyre mundësi zhvillimi si social për sa i përket botës së jashtme, po ashtu edhe psikologjike për të ngjyrosur botën e tyre. Ne kemi dhënë edhe një rast tepër konkret ku një e njohura jon diqte kurse pa pagesë në qendrën kulturore të qytetit dhe ajo tani ndjek liceun artistik ku sot ajo mund të shpreh talentet e saj në skenat operistike. Gjithashtu jemi ndalur edhe një studim ku një studim i zhvilluar në Amerikë, ku sipas statistikave të vitit 2022 të shtrirë në 30.000 student amerikan, 68% e këtyre studenteve domethënë paguanin ose sakt ndiqnin kurse dhe shpreheshin se ishte një midis ku ato ndiheshin të sigurt dhe vetvetja duke lënë pas sadopak gjithë ato problematikat familjare që mund të ndikonin negativisht në shëndetin e tyre mendor. Për shembull, nëse marrim një nxënës i cili nuk është të ka prirje në lëndët shkencore por edhe qoftë shoqërore, ai për shembull nuk ka pse të nisë një shkollë të mesme normale, nëse mund ta quajmë kështu, ndërkohë që mund të nisë në bazë të prirjeve të tij kështu duke u bërë i aftë, por edhe talenti i tyre mund të shpërblet dhe mund zhvillohet akoma në më shumë profesione në të ardhmen, por edhe shumë nxënës mund të shprehin domethënë talentet e tyre. Atëherë përshëndetje edhe një herë, e falenderoj kundërshtarin tim për të gjitha pikat që përmendi, por nuk arrita të kuptoja dot këtë ndarjen mes botës së jashtme dhe të brendshme që do na ndikua kanë dhe se si do të ndikohen. Dhe dyta, kush është ky e njohura juaj dhe pse duhet të jetë ajo pikërisht një shembull suksesi për ne kur ne as nuk e njohim fare. Duke vazhduar më pas me pikat e mia. E para ju përmendët shkollat dhe shkolla dhe lice të profilizuara për atë, po ne po flasim për arsimin e përgjithshëm, pra për gjimnazet përgjithshme, të cilat nuk kanë profilizime të tilla kulturore, e tjera me rast siç thatë ju për licet dhe për shkollat sportive. Dhe në këtë mënyrë ju keni dalë nga tema, sepse ne po flasim pikërisht që këto gjimnaze duhet i fusin këto programe për të nxitur këto aftësi kulturore, sportive dhe artistike. Gjithashtu, nëse këto programe futen në sistemin arsimor, ne devijojmë nga mësimet, sepse nxënësit ku do ta ketë përshëndrimin të shkojë të bëjë një ndeshje sportive dhe të stërvitet për atë ndeshje sportive paraprakisht, apo do ta ketë mendjen që ai të shkojë të mësojë të gjitha lëndët e tjera që në fund do t'i duhen për të zgjedhur të ardhmen e tij. Dhe në këtë rast do ta përmend dhe të madhin John D. Rockefeller, një ndër bizneset e manjatët e botës së ekonomisë që një ndërkombëtarisht, i cili thotë se mua nuk më duen njerëz të talentuar, por më duen punëtor të ardhshëm, kështu që sistemi shkollor është ndërtuar i gjithë mbi këtë bazë, mbi këtë thënie ku ti nxit jo vetëm ti nuk ke përshëndrim për të nxitur këto aftësi, por ke përshëndrim për të nxitur aftësitë punëtore për të ardhmen. Faleminderit. Për pjesën që nxënësit mund ndjekin këto ndeshje sportive duke harruar mësimet, e theka pak më parë që kanë nxënës për shembull që nuk kanë prirje në lëndë të caktuara, kështu që ndërkohë që mund të harxojnë kohën e tyre në prirjet e tyre, pse mos domethënë t'i lënë pas mësimet dhe të fokusohen tek prirjet e tyre. Normalisht po them se nuk duhet një njohuri bazike, absolutisht që duhet, por më shumë jam pro domethënë pro ndjekjes së aftësive të tyre. Nëse ndalem edhe tek një shprehje e Albert Einsteinit, ka thënë që nëse gjykojmë një peshk për aftësitë për të ngjitur në pemë, nuk do e gjykojmë ashtu siç duhet.
E falenderoj sërish kundërshtarin për pikat që paraqiti dhe pse nuk arrita ta kuptoja dot rrjedhën logjike të asaj që ai tha, por ju folët se një nxënës i cili nuk është aq i aftë për mësime, mund të ndjekë të gjitha këto aktivitete të tjera kulturore, sportive dhe artistike. Por cili është fokusi i shkollës në këtë rast? Fokusi i shkollës është që të japë një dietë përgjithshme, pra që ky nxënës të nxitet dhe në këto fusha të tjera përveç pjesës së aspektit kulturor, artistik dhe sportiv. Dhe ne e tham dhe theksuam që qëllimi i shkollës është të nxjerrë punëtorët e së ardhshmes. Gjithashtu do doja të përmendja mundësitë e diskriminimit, sepse në rastin kur ne, e zëm se i krijojmë këto klasa dhe këto platforma të cilat do të jenë për nxitjen e këtyre aftësive. Atëherë si do të bëhet ndarja kush është më i miri, kush është më i keq mes këtyre nxënësve dhe gjithashtu cila nga këto fusha, sportivi, artistik apo kulturore do të ketë më shumë peshë në krahasim me njëra tjetrën. Pra, duhet bërë të qarta disa gjëra që unë nuk i pashë të sqaruara nga grupi juaj. Gjithashtu, përzgjedhja e lëndëve, ne dim shumë mirë që në vitin e tretë të gjithë nxënësit kanë të drejtën të përzgjedhin lëndët e tyre për profilizimin që ata do të ndjekin në shkollën e lartë. Kështu që një nxënës që ka dëshirë të zgjedhë profilin artistik, kulturor dhe sportiv, normalisht do të është i aftë dhe i lirë që ta zgjedhë këtë lëndë që ai të gjitha ato lëndë që dëshiron dhe që e çon drejt këtij drejtimi dhe nuk ka nevojë që të hapen klasa apo programe shtesë për ta promovuar atë. Gjithashtu, specialistët dhe mësuesit, sa i garanton shteti momentalisht që të ketë specialistë dhe mësues janë të profilizuar konkretisht 100% në fushat artistiko, kulturore dhe sportive, sepse ka shumë shkolla ku ka mungesa të mësuesve në lëndë artistike si teatri, muzika, arti pamore etj. Me radhë. Dhe gjithashtu nga ana tjetër, cilat do të jenë kostot e shtetit në momentin që ai zgjedhë të profilizojë këta mësues. Faleminderit. Atëherë duhet të dim se një ndër qëllimet ose fokuset kryesore të shkollës është jo vetëm që të krijojë punëtor, siç u thek më parë, por edhe të nxjisë talentet e secilit nxënës. Ku ne dim se në gjimnaz organizohen aktivitete nga më të ndryshmet, ku nxënësit po marrin pjesë dhe mund të shprehin domethënë talentet e tyre. Duhet dim se sipas logjikës, nëse të gjithë thjesht bëhemi punëtor të arshëm, atëherë duhet të dim se arti, kultura, por edhe fushat e tjera si muzika nuk do të jenë të dobishme dhe nuk do të kenë fokusin kryesor. Më pas, për sa i përket profilizimit të lëndëve, është shumë e rëndësishme që të bëhen akoma, domethënë më para vitit të tretë, sepse në këtë lloj mënyre edhe nxënësit mund të jenë më të përgatitur dhe më të qartë në atë drejtim që do të zgjedhin. Dhe këshillimi i karrierës duhet nisë më herët. E falenderoj sërish kundërshtarin për pikat që ai paraqiti, por e para më bëri përshtypje kur ai përmendi se këshillimi i karrierës duhet nisur më herët dhe gjithashtu përzgjedhja e lëndëve gjithashtu duhet nisur më herët. Por sa më herët, pra do doja të shikojmë diçka më konkrete se si ju e logjikoni se sa më herët duhet nisur kjo gjë. Dhe gjithashtu ju thatë se duke qenë se shkolla synon ka të nxjerrë ka punëtorët e së ardhmes, atëherë këto aftësi do të ngelen të pazhvilluara, por në fakt nuk do të kështu sepse një nxënës, një student, një njerëz i cili është i fokusuar që të nxjisë aftësitë e tij në aspektin kulturor, artistik dhe sportiv, nuk ka nevojë që shkolla të ndërmarrë programe, por ai është i lirë të zgjedhë programet e veta, ku ka kurse plot, ka siç e tham, shkolla të profilizuara si lice dhe shkolla sportive, gjithashtu nga ana tjetër ai ka mundësira pafund dhe vetë individuale për ta bërë të mundur këtë gjë. Por ajo që do doja të ndalesha gjithashtu për disa specifikime që nuk arrita të shikoja të qartësuara nga paneli kundërshtar. Hapja këtyre klasave, supozojmë se hapen. A do të jenë me detyrim apo me dëshirë? Sepse unë për shembull nuk kam dëshirë që të marr pjesë në një klasë artistike, kulturore, sportive sepse prioriteti mia janë shkencore dhe nuk do të kisha interes as pak që të bëja as muzikë, as art pamor, as teatr, klasa sportive, jo e të tjera me radhë. Kështu që nga ana tjetër, sa gati është shteti ta ndërmarrë këtë program dhe këtë platformë, sepse duhet llogarisim kosto, duhet llogarisim mësuesit, duhet llogarisim klasat që do të hapen, reformimi i shkollave, reformimi i programit, i orarit, i të gjithë platformës dhe sistemit arsimor në Shqipëri. Dhe në këtë mënyrë do doja të merrja për jush shumë përgjigje që nuk i pash të merrja në asnjë moment dhe të ishit më të qartësuar në pikat që ju paraqisni. Ju faleminderit. Duhet dim se këto klasat artistike janë gjithmonë me dëshirë, nuk mund të impondojmë nxënësit që të ndjekin ato prirje që nuk i kanë. Ashtu siç ti the ke prirje në shkencë, dikush tjetër mund të ketë prirje në, nuk e di, në art, në muzikë etj, kështu që nuk kemi se ta bëjmë të imponuar.
por përkundërzi duhet të jetë me dëshirë. Pastaj nuk jam dakord se duhet bërë kjo ndarje, domethënë i miri apo i keqi, pasi dim që në klasë të gjithë mund të kenë aftësitë të tyre, prirjet të tyre dhe në fakt edhe ky lloj diversiteti sikur sjell një zhvillim më të qëndrueshëm në vend të gjithë aspektit, por edhe fushave përkatëse, pastaj se sa kanë potencial dhe se sa shfrytëzohet, kjo është pjesë tjetër. Pra, duke qenë se jemi në përfundim të këtij debati, është momenti që ne të vendosim pikat mbi. E para do doja thoja se ju thatë që kjo ndarja nuk ka asgjë të keqe mes nxënësve sepse gjithmonë do të ketë nxënës më të aftë, nxënës më pak të aftë. Por ndonjëherë kjo ndarje krijon demoralizim sepse një nxënës që është i aftë në pikturë dhe që e konsideron veten si të tillë përballet me një që është më lart se ai dhe demoralizohet në këtë mënyrë duke mos e ushqyer më dëshirën që ai ta ndjeki më këtë profil artistik. Gjithashtu do doja të ripërsërisja të gjitha pikat që unë përmenda në këtë debat. Ne përmendëm më para se nxënësi devijon nga mësimet në momentin që ne krijojmë këto platforma dhe pikërisht shpërqendrimi nga mësimet krijon një disbalancim të gjithë sistemit arsimor i cili është i projektuar për të nxjerrë punëtorët e së ardhmes dhe jo artistët apo sportistët e së ardhmes. Gjithashtu krijon mundësi diskriminimi si brenda grupit, gjithashtu dhe mes profileve artistike, kulturore dhe sportive. Ne përmendëm se nuk ka nevojë të hapen platforma dhe programe shtesë në gjimnazet e përgjithshme, kur kemi lice dhe shkolla të cilat janë të profilizuara për aspektet kulturore, artistike dhe sportive. Përmendëm se përzgjedhja e lëndëve bëhet vetë nxënësi është i lirë që ta përzgjedhë vetë lëndën që ai do të zgjedhë nëse është interesuar për profilet artistike, kulturore dhe sportive, dhe gjithashtu ne nuk garantojmë as specialistë dhe as mësuesit që do zinin këto vende pune për të mundësuar të gjithë këtë edukim mbi nxënësit dhe gjithashtu ne shtruam dy pyetje për të cilat nuk arritëm dot të merrni përgjigjet. A do të bëhen këto platforma me detyrim dhe me dëshirë dhe i ripërsëris edhe një herë dhe gjithashtu sa gati është shteti të ndërmarrë, sepse me të gjithë këtë që ju paraqitët dhe që asgjë nuk u bë e qartë, ne shikojmë që është vetëm një ide utopike, një ide që nuk na çon asgjë kundi dhe ku nxënësi nuk fokusohet në atë që ai duhet të bëjë në jetë, por ai vetëm shpërqendrohet nga qëllimi i tij për të bërë dikushi në të ardhmen. Ju faleminderit. Kemi mbaruar dhe debatin e fundit të kësaj dite, e cila ka zgjatur me 5 debate në Tiranë. E thash dhe pak më parë, nuk kemi të eliminuar, do të kemi pikëzim dhe në fund fare kur të përfundojnë të gjitha debatet, do të kemi edhe 16 më të mirë. Tani është momenti që juria të mbledhet të bëjë vlerësimin dhe pas pak të zbulojmë edhe pikët.
Jemi gati? Okej. Mirë, juria me siguri që do t'japi edhe disa komente apo sugjerime dhe këshilla pse jo përsa i përket asaj çfarë ne ndoqëm. Nga ana tjetër përsa na takon neve si drejtues të formatit, duhet të respektojmë edhe rregullat që ka formati, që do të thotë nëse kemi antarë që kanë folur 2 herë apo 1 herë, do të jeni me minus 25 pikë për antar. Kjo ndodh kur nuk respektohet formati, që do të thotë penalizoheni në një farë sensi, por jemi në një lojë dhe do duhet ta lozim lojën drejt apo jo. Mirë. Fjala për ju. Mirë, fillimisht përgëzime për realizimin e debatit. Kjo që thani ku është fakt është rregullorja që ne përgatitemi për të gjykuar edhe debatet, edhe më vjen keq se ekipi i gjimnazit Arbëria e kishte numrin e debatuesve dhe do duhet që ta inkurajoni edhe njëri tjetrin që ta marrë fjalën për 1 minutë. Besoj që është punuar me ekipin edhe individualisht, kështu që më shumë për të shmangur penalitetet, megjithatë të vazhdojmë te komentet. Ajo që unë dua të them është që pashë është bërë punë e mirë individuale, por mendoj që çalon pak puna në ekip, pra komunikimin në ekip. Dhe shoh një lloj përgatitje mekanike të asaj gjës që ju doni të mësoni. Ku përfshihet gjithashtu edhe leximi një teksti që e shkruani gjatë kohës përgatitore, i cili në temën e parë që është e vërteta mund të jetë përgatit edhe më herët se ju e keni pas një orinë që do ishte ajo temë. Dhe kjo bëri që të paktën në veshët e mi të ishte një debat pak i rrëmujshëm. Që do të thotë, ne vërtet kemi thënë të kemi temë ose një argument të ri nga folësin folës, pra nga shokut e shoqja ose Ana Silta. Po jo ta bombardojmë argumentat të rinj, saqë na humbi filli logjik ku nëse një debatues flet për identitetin kombëtar, tjetri minimalisht ose t'i kthej përgjigje ose mos kaloj direkt nga identiteti kombëtar media. Pra nga një argument media shkojmë te remitancat. Nuk po them që nuk ju përgjigj dikush remitancave, po ishte mbas 2 folësish. Pra mua më kishte humb linja logjike. Kjo ndodh sepse në momentin që ju bëni vetëm një punë individuale dhe formoheni ose le të themi bëni research vetëm për emitancën një nga debatuesit dhe nuk e shpërndani këtë njohuri me të tjerët në ekip, rrjedhimisht se çfarë ndodh nëse dikush përmend një temë që unë e kam përgatitur, po unë sapo kam fol. I bie që ajo temë fiton pik ekipi kundërshtar. Prandaj punoni në ekip, është shumë e rëndësishme të ndani informacione, se është përgatitja e gjithë grupit edhe ju jeni të gatshëm pastaj edhe për një gjë që ndoshta nuk e keni researchin e juaj, po të paktën keni një informacion. Kjo është e para. E dyta, dëgjova statistika dhe besoj që tek statistikat e para ishin të bazuara edhe në paketat që ju keni në dispozicion, po te debati i dytë, edhe shpesh në debate për shembull ose në tema që sa ishte një temë e cila është rastësore. Pra ju nuk është se arritët bëni do të research për 7 minuta. Gjova një statistik për në Amerikë me shifër, me kështu, pra unë jam skeptik. Nuk kam ku ta gjej këtë si statistik, edhe jam skeptik themore, si e gjetet ti për 7 minuta këtë si statistik që 30.000 student në Amerikë. Pra është më mirë dhe sugjeroj, në momentin që është e vështirë gjë statistika, më mirë përdor një shprehje, një thënie, një autor, se është më thjesht ta dish. Mund të jetë statistika që qëndron, nuk dua ta dyshoj këtë fare, po është më korrekte dhe për atë që dëgjon është më e besueshme. Respektimin e formatit e tham, edhe shumë mirë, shumë suksese për në vazhdim. Faleminderit. Më shiko. Se më shifni jo mua, se jam në cep. Atëre. Ajo që thot Glinxheti është, pra duhet merrem dhe unë me këtë punë e leximit pak. Tani kur ju formoni argumentin tuaj, kur lexoni, pra, brenda kokës tuaj formohet një opinion specifik. Pra këtë kritikën ja bëra edhe një debati më përpara, kush ishte prezent. Formohet një opinion specifik. Ky opinion specifik më vonë do transformohet në mendimin kritik që duhet përdorni ju për një temë caktuar.
Kështu që neve na intereson shumë thellë mendimi që keni ju për një temë. E para kjo. E dyta, në momentin që ju hidhni diçka në letër dhe vazhdoni lexoni çfarë keni hedhur në letër, ju pengon shumë që të formoni argument, pra nuk shoh marrëdhënie mes jush si ekip. Pra kur Niku e tha pak, unë kam qenë pjesë e debateve, kur ne debatonim, kishte antar të grupit që shikonin atë që po fliste dhe miratonin, dhe ai miratonte me partnerin e vet argumentin. Pra kishte një ndërlidhje logjike dhe kundërshtarët e prisnin shumë mirë çfarë do vinte. Pra do vinte unë mbështes mendimin e kolegut dhe dua ta përforcoj me diçka tjetër. Edhe kishte një vi logjike komplet grupi, sepse jeni shumë veta, jeni 7 veta. Kështu që duhet të ketë një lloj koherence. Nuk mund të humbi edhe të ringjallet pastaj mbas 4 vetave prap një argument specifik se humbje kohë për ju. Dhe paketat ofrojnë goxha argumentim. Pra paketa studimore që keni ju, ka pyetje kyçe, ka pyetje për palën kundërshtare, keni pyetje nga të dyja palët, për ju mund të lexoni dhe çfarë mund të pyesi pala tjetër. Pra formimi i mendimit tuaj kritik nxitet goxha me ato pyetjet. Gazi. Në debatin me palën tjetër, ti ishe pro. Pra ti kishe për detyrë të dirigjoje debatin me një temë që ishte domethënë ekstremisht pro. Pra nuk ka një temë këtij lloji, nuk është shumë e vështirë që të transformohet. E vetmja strategji që u ndoq nga Qemal Stava, që ka qenë përdorur edhe në kohën tonë, është që po të tërhiqte në një vorbull argumentash të çuditshëm. Dhe po të tërhiqte dhe ti vazhdoje investohesh tek duhet ndjekësh një logjik që ti e kishe shumë qartë në fillim, po e humbe. Pra fillove të ktheje përgjigje me nga 1 minutë. Ndërtoni, është ajo që ju thash, mendoni kritikisht, në rast se ka nevojë për një përgjigje specifike nga ana, sepse e bët dhe ju këtë një moment në debatin si ekip. Pra në rast se ka nevojë për një përgjigje specifike, jepet përgjigjja shkurtimisht dhe vazhdohet argumenti. Pra mendimi juaj kritik dhe argumenti juaj është më i rëndësishëm se sa të merrni 1 minutë me kundërshtimin e palës tjetër. Pra kjo është një ide që duhet jepet shumë shkurtimisht. Ju jeni dakord? Edhe keni një koment plus. U përmend një moment përmendeshin disa argumenta e ceku pak Glixheti. Përmendeshin disa argumenta të njëjtit lloj, po me ca shtrihje kohore shumë ndryshme. Pra emigrimi dëmton kulturën, sepse të rinjt sot po emigrojnë dhe kundër argumenti ishte arbëreshët. Pra janë dy kontekste të tmerrsisht ndryshme kohore. Pra nuk mund të krahasosh arbëreshët dhe kushtet në cilat arbëreshët u zhvendosën dhe sfidat në cilat ata u vunë për të ruajtur kulturën me të rinjt që ikin sot. Pra duhet t'i qëndroni, kjo është ajo që tha dhe Xheti. Pra duhet t'i qëndroni kokë më kokë debatit me palën kundërshtare. E dëgjon çfarë po thot, mendon kritikisht, e ke argumentin, ke letra jote, po je proaktiv, pra e mendon edhe i kthen përgjigje, pra nuk vazhdon mekanikisht nxjerrë çfarë ke për të thënë. Nuk është thjesht ideja për të marrë 2 minutshin për të nxjerrë atë që ke për të thënë, ose atë që ka caktuar lideri, ndoshta edhe del në përfundim. Që duhet jeni pak më proaktiv, keni shumë potencial. Intonacioni për shembull diçka që ne nuk po e cekim shumë, po jeni shumë mirë të intonuar, e nxjerrni shumë mirë mesazhin. Thjesht duhet jeni pak më inteligjent, po them, në sensin e debatit. Jeni shumë inteligjent, mos merrni për thjesht duhet jeni pak më. Faleminderit. Unë si fillim ju uroj shumë suksese të dy shkollave. Ishte një debat i mirë. Nuk mund të them shumë i mirë, sepse dy antarët e jurisë besoj që ju a thanë gjitha pjesën e le të themi, po e themi kritik për të përmirësuar, sepse do ju duhet jo vetëm në këtë debat, por do ju shërbejnë edhe në të ardhmen. Do ndalem specifikisht tek disa nga nxënësit cilët kishin disa problematika. Me liderat do kem pak më të gjatë, por ishte vajza e 4, mos gaboj, që foli shumë shpejt. Domethënë kishte argumenta shumë bindse, ishte shumë e saktë, ishte shumë korrekte, por shpejtësia e të folurit, emocioni që ty të pushtoi, e humbi pak atë pjesën e argumentit që edhe ne të dëgjonim, por
gjithashtu të qëndrojë në atë pjesën e linjës kronologjike me të tjerët. Kështu që merri si këshill përmirësoje tek vetja, duhet të flasësh më ngadalë dhe s'është problem nëse nuk i thua të gjitha ato argumentat të cilat ti i dije, ato shifrat. Mjaftoj që të citoje disa nga, por të ishe shumë bindse edhe për pjesën tjetër të ekipit. Besoj që u prek ajo pjesa që antarët nuk duhet flasin nga dy herë, por edhe tek grupi juaj duhet të rrish vëmendjen e pjesës së të komunikimit. Nuk shikonit njëri tjetrin në sy, që është një ndër rregullat kryesor. Dhe kjo gjë ju shpjen në humbjen e pjesës logjike, normalisht. Flisnit gjatë kohës që debatonte dikush tjetër, jo vetëm antarët kundërshtar, por edhe me njëri tjetrin, e kishte dy grupe këtë problematik. Është shumë e rëndësishme të komunikoni me njëri tjetrin, prandaj keni edhe kohën në dispozicion për diskutuar dhe për të nxjerrë gjithë pikat kryesore. Kyçe që ju duhet ti përmendni gjatë debatit, por në momentin që dikush flet, mos i të rishni vëmendjen sepse kjo ka pasoja mbrapa në pjesën e komunikimit. Ti kthehem pak liderave. Aldi e përmendi ishte ajo pjesa që të tërhoqën ato pjesën e vorbullës dhe shpeshherë ngece, pavarësisht se ishte eloquent në mënyrën e rrjedhshmërisë, logjikës, por duhet të ishte pak më bindës. Do të thënë duhet ai vetbesimi, që e keni në një ndër pikat kryesore dhe besoj që gjatë trajnimit ju është thënë, të humbi pak, sepse këtë di nga ustepe ndoshta emocionet bën të vetën. Ndërsa përsa i përket Deas, Dea ti bëre punën tonë. Që do të thotë, pas çdo argumenti që jepe në momentin që ju dha, do të dha radha për të folur, ti po gjykoj njëri që shiko se ti këtë e kishe dhe humbe kohën për debatuar se për dhe një argument, duke u marrë me atë çfarë ne mund t'ju avinim juve në dukje. Kështu që në debatet e ardhshme, nëse të dyja duhet i keni parasysh kritikat, por të mos kritikosh tjetrin, thjesht merr argumentin logjik, bie dakord, nuk bie dakord, është mendimi yt, por ndalu tek ajo tematikë që ti duhesh, jo të kundërshtosh dhe të thuash që ti këtë e the gabim, sepse në fund të ditës debati respektoj mendimin e tjetrit, nëse është mirë apo keq, por duhet që ti të ndalesh tek pikat e tua. Sepse kjo gjë të bën pak vetbesimin e ke shumë lart, të përgjigjoj për këtë gjë, domethënë intonacioni i zërit, arritse të bindësh emocionalisht edhe tjetrin, por çështja është që nuk duhet ndalesh tek ato gjëra që na takojnë ne si juri, besoj, bie parimisht dakord edhe me antarët e po. Gjithsesi post gjithë këtyre kritikave që ju duhen, që neve ju avum në dukje, ishte një debat i mirë, ju uroj shumë suksese. Shpresoj që edhe në të ardhmen të vazhdoni dhe pse jo të jeni kaq të përgatitur, mos e lini asnjëherë këtë pjesën e përgatitjes. Duhet falenderoj edhe zyshat për punën që kanë bërë. Tani doni pikat apo jo? Mirë. Atëherë për shkollën në Arbëria është me 185 pikë dhe shkolla Shemal Stafa është 230 pikë. Unë ju bëra pyetjen fillim pikërisht për të evituar keq kuptimet. Nëse është arritje që të vish deri këtu, se unë e thash që në fillim që kjo është thjesht një piknisje drejt një mësimi shumë të mirë që gjithë secili duhet marrë, nuk është fitoria e një kampionati apo ajo që na bën neve në fund ditës njerëz të mirë apo dhe qytetar të mirë. Kështu që vlerësoni nga kjo pikpamje. Ju mësuat se gjëra të tjera, se ky është qëllimi i këtij projekti. Nuk është qëllimi hajde të marrim disa shkolla dhe të shohim se kush do fitoj. Neve na intereson që mesazhi dhe qëllimi i projektit përcillet tek gjithë secili nga ju, që është zhvillimi i mendimit kritik, rjetizimi, ka shumë elementë që e bëjnë të rëndësishëm pjesëmarrjen në këtë lloj formati. Nuk është thjesht fitoria. Dhe kjo është parë edhe me kalimin e viteve, se ne e kemi parë elementet e ndryshëm që janë sot pjesë e tavolinave të ndryshme, sikurse është Aldi, sikurse është Milja apo edhe Glinxheti. Edhe Glinxheti ka pas eksperjenca debatesh. Janë këtu sot. Kështu që gjithë secili nga ju mund të jetë nesër këtu ku janë ata apo edhe diku tjetër edhe më lart. Kështu që unë ju uroj shumë suksese dhe dalshi sa më mirë, edhe uroj të shihemi në fazat e tjera.
Pa dyshim që Mili falenderoj Zyshat, po unë dua një dorë tërkitje për Zyshat. Sidomos për Buqizën që ka ardhur, ka bërë një rrugë jo të gjatë, por një rrugë e lodhshme që për gjithë secilin do ishte një sakrificë dhe e vlerësojmë shumë pjesëmarrjen tuaj. Mirë. Miropafshim edhe natën e mirë.